Almanaku. On this day, ngjarjet më të rëndësishme të ditës në Top Albania Radio. Në 18 nëntor të vitit 326, në Rom të Italisë përurohet bazilika e vjetër e Shën Pjetrit. 1493, Christopher Colombi arrin për herë të parë në tokën që tashmë quhet Puerto Rico. 1820, aventurieri amerikan Nathaniel Palmer zbulon Antarktidën. 1903, u nënshkrua traktati Hey-Bunau-Varia midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Panamas. 1918, Letonia shpall pavarësinë nga Bashkimi Sovjetik. 1926, George Bernard Shaw refuzoi çmimin Nobel në letërsi. 1928, Walt Disney paraqiti filmin e parë të animuar me zë, ku paraqitën personazhe të njohura Mickey dhe Minnie Mouse. 1940, diktatori gjerman Adolf Hitler dhe ministri i jashtëm italian Galeazzo Ciano takohen për të diskutuar pushtimin italian të Greqisë, të urdhëruar nga Benito Mussolini. 1961, presidenti amerikan John Fitzgerald Kennedy dërgon 18.000 ushtar në Vietnam. 1962, ndron jetë në moshën 77 vjeçare Niels Bohr. Bohr ishte një fizikan danez që dha kontributa themelore për të kuptuar strukturën atomike dhe teorinë kuantike për të cilën mori çmimin Nobel në fizik në vitin 1922. 1978, në Jonestown të Gajanës, udhëheqësi i kultit të tempullit të Jim Jones organizon vetvrasje masive që u mori jetën 918 personave. 1988, lufta kundër drogës, presidenti amerikan Ronald Reagan nënshkruan ligjin që lejon dënimin me vdekje për trafikantët e drogës. 1991, pas një rrethimi 87 ditor, qyteti kroat i Vukovarit kapitulloi para ushtrisë popullore jugoslave dhe forcave paramilitare serbe. 1997, një gjerdan me perla të zeza të Nina Dyer shitet në ankan në Gjenev për shumën rekord $913,000. 2000, dasma e Catherine Zeta-Jones dhe Michael Douglas vlerësohet të ketë kushtuar $1.5 milion.